tifozët e FK Shkupit dhe FK Tiranës, shfercera dhe fanatikëse. Janë vllazëruar çamati, vinë në Shkup, këto të Shkupit shkojnë në Tiranë. Kjo më pëlqen shumë. Kemi mirë dhe me ata të Shkëndijës, se mos u ngel atë. Ja, absolutisht këtë, edhe me Shkëndijës edhe me të Partizanit. Mos u ngel edhe Partizanit. Kjo më pëlqen shumë nga se dy tifogrupet kanë respekt edhe për xhallarët. Po, e vërtetë. Mos për Juve, për Hoxhën Bekir, për Hoxhën Muharrem etj etj, mos ti. Faktikisht ne kemi ardhur në një kohë, domethënë kur u kthyem në Shqipëri, kur domethënë shumica e këtyre ndjemve, domethënë që janë le të themi çuna të vegjël kanë qenë në atë kohë, tani kanë marrë le të themi poste, pozicione, po kanë qenë atëherë shumë të vegjël që shkonin për stadiume, tani janë bërë ata, domethënë le të themi moderatorët apo drejtuesit, edhe është gjë pozitive tek të dyja rastet, domethënë gjejmë vëllezër shumë të mirë që domethënë mundohen që të orientojnë turmën tek etika, sepse problemi më i madh që ka tifozëria është mos menaxhimi i emocioneve. Unë mendoj që këta djemtë të mirë besimtarë ndikojnë shumë pozitivisht tek turma që të jenë më të kujdesshëm. Po është e vërtet gjithmonë kur vinë në Tiranë shumë na vizitojnë, po edhe tanë domethënë kur vinë këtu vinë vizitojnë hoxhallarët. Po e vërtet, kjo pëlqen, prandaj edhe zgjedha si pik.